U rikthyem në studio, ku tani do lidhemi edhe në lidhje të drejtë për drejtë me kolegen time Habibe Çaili, e cila është së bashku me bashkëbiseduesin e saj, profesoreshën Ajten Hajdar Çamili, me të cilën do flasim për këtë periudhë të kolokviumeve, se sa të vështire kanë studentët, sa janë të përgatitur dhe a e kalojnë atë provimin vetëm me kolokviume apo gjithmonë e lejnë në afatin e fundit dhe e kanë atë më të lehtë, cilën e kanë mënyrën më të lehtë të funksionimit të tyre. Do lidhemi me Habiben për të parë se profesoresha çfarë do na tregon. Habibe? Po, mirëmëngjesi Xhanan, mirëmëngjesi nga këtu jemi në Fakultetin Kirili dhe Metodi, ku studentët po kalojnë një nga periudhat më intenzive të vitit akademik, provimet dhe kolokviumet, përgatitjet për provime, qasje ndaj të mësuarit, ndikimi i teknologjisë dhe menaxhimi i stresit janë disa nga temat që e karakterizojnë këtë periudhë. Për të na folur më shumë kam kënaqësinë të kem këtu pranë meje profesoreshën Ajten Hajdar Çamili. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje, faleminderit që më keni ftuar. Profesoresh, jemi në periudhën e kolokviumeve dhe para provimeve në universitete. Si e vlerësoni situatën momentale dhe sa të përgatitur i shihni studentët në këtë fazë? Po, faza e kolokviumeve është një fazë që studentët, natyrisht ata të cilët janë studentë të rregullt dhe studentët të cilët duan që të mësojnë, janë ata të cilët vinë dhe shfaqen, paraqiten në periudhën e kolokviumeve dhe mësojnë, lexojnë dhe vinë për të arritur nota të larta. Ndërsa ata të cilët nuk janë të rregullt dhe nuk synojnë për nota më të larta, të shumtët janë që nuk marrin pjesë në kolokvium ose vetëm në pjesën e parë, në semestrin e parë, për shembull, e provojnë veten a munden apo nuk munden dhe pastaj më në fazat e tjera nuk vazhdojnë edhe nuk vinë që të paraqiten. Profesoresh, nga përvoja juaj shumë vjeçare në universitet, si e përjetojnë studentët periudhën e kolokviumeve dhe provimeve? Natyrisht që është një periudhë stresi, po sidomos së shumti stresojnë ata të cilët vërtet mësojnë. Për arsye se ai që mëson, stresi e kap, a do të jetë në gjendje për shembull në momentin që do të përgjigjet gojarisht apo në momentin që do duhet të përgjigjet me shkrim, a do t'i kujtojnë të gjitha gjërat që i ka mësuar apo mos vallë do të harrojë diçka në moment, sepse duhet njëkohësisht të menaxhohet domethënë edhe stresi, edhe të mësuarit, njohja, rikujtimi i të mësuarit, ndërsa edhe ata të cilët kanë mësuar mesatarisht, për shembull, zakonisht ata i zën stresi, a do të bien pyetjet që i kanë mësuar apo që nuk i kanë mësuar, apo diçka tjetër. Ndërsa ata të cilët fare nuk mësojnë janë më të relaksuarit, e dinë që nuk kanë mësuar, nuk bëjnë stres ata dhe provojnë fatin e tyre, au qëllon diçka që din apo nuk din dhe thjesht e kalojnë më lirshëm. Po, a vëreni dallime në mënyrën se si studentët përgatiten sot krahasuar me gjeneratat e mëparshme? Po, ka shumë dallim. Gjithçka ka ndryshuar, domethënë jo vetëm të mësuarit, gjithçka në këto son 26 vjet që punoj këtu, gjithçka ka ndryshuar në universitet, sjellja të mësuarit, komunikimi me mësimdhënësit. Tash për tash në këtë periudhë profesorët janë shumë më të mirëkuptueshëm, shumë më tolerant. Unë e krahasoj edhe veten si kam qenë para 26 vjetëve dhe si jam sot. Domethënë jemi shumë më tolerant, më të lirshëm, u lejojmë më shumë studentëve, i përktheli më së shumti. Dhe ata janë më të, si të them, më nuk e kanë atë ndrojtjen, më lirshëm të drejtohen, të flasin, të kërkojnë. Madje ndonjëherë edhe teprojnë në disa gjëra, por thash, edhe mënyra e të mësuarit, për shembull, ndryshe shkohesh te dikur nëpër biblioteka, merreshin librat, lexoheshte me orë të tëra, mbylleshin studentët edhe mësonin, kurse tash me këtë teknologjinë e re që është tash edhe me ChatGPT-n, edhe punimet, bile librin ja japin ChatGPT-s, nxjeri shënimet më të rëndësishme, domethënë as nuk lodhen ata të nxjerrin çka është më e rëndësishme, ose punimet e tjera, më punimet e seminarit apo punimet e diplomës apo edhe eset që duhet t'i bëjnë studentët vetë, ato më pothuajse fatkeqësisht askush më nuk shkruan vetë, domethënë janë shumë të rralla rastet që mund të gjetë një njerëz që shkruan krejtësisht vetë, ose ka edhe të atill që ndihmohen nga ChatGPT apo përsëri pastaj e modifikojnë. Por thash ka shumë dallim të madh dikur edhe sot. Po, sa ka ndryshuar qasja ndaj të mësuarit ndër vite, sidomos me përdorimin e teknologjisë dhe burimeve online? Ka ndryshuar shumë.
sepse tani gjithçka që ty të nevojitet e ke në telefon, në celular, nuk ka nevojë bilas në shtëpi të shkosh ta hapish laptopin apo kompjuterin, sepse qoftë edhe fjalët, për shembull e ke fjalorin online apo fjalorin drejtshkrimor apo gjithçka e ke online, se si shkruhet, se si përdoret, apo ndonjë fjalë të huaj hasën, menjëherë gjen përgjigjen si është, apo ndonjë definicion, madje shpesh ndodh që edhe në për provime me gojë janë aq të zotit studente që menjëherë janë e parashtrojnë pyetjen dhe ta japin përgjigjen siç është në internet. Por puna është që ne profesorët menjëherë i vërim. Një profesor që është i përgatitur dhe ka përvojë në lëndën e vete dhe i njeh literaturën që është e shkruar në atë fushë, menjëherë mund ta identifikoj a studentja e ka lexuar nga librat apo e ka marrë nga interneti, sepse mënyra e përkufizimit e formulimit të përkufizimeve apo të definicioneve dhe të shpjegimit të gjërave, pastaj edhe terminologjia edhe leksiku që është në internet dallon nga ajo që është nga librat. Bile edhe mënyra e sintaksës, mënyra e të shprehurit është ndryshe në për librat, është më e natyrës së shqipes, kurse ChatGPT-ja me që gjithmonë i referohet së pari njëra anglishtes, shumë gjëra i ka sipas sintaksës të anglishtes dhe ka edhe shumë fjalë anglishte që janë vetëm të shqipëruara ose thjesht as nuk janë të shqipëruara, po vetëm është vënë nga një mbaresë në shqipe dhe janë fjalë internacionale të shumta të rasteve dhe menjëherë nga kjo mundemi të identifikojmë se si përgjigjet studentit. Po, nga përvoja juaj, në cilën periudhë të semestrit studentët tregohen më të angazhuar, në fillim, gjatë semestrit apo vetëm para provimeve? Tani ne kemi pasur gjenerata të ndryshme. Ajo që më me kënaqësi studentët vinë në semestrin e parë, në muajt e parë, kur ende nuk kanë provime dhe ende kur s'kan filluar as me kolokviumet, atëherë janë më të harreshëm, të duken sikur janë më aktiv, përgjigjen gjatë orëve, sidomos në ligjërata që janë interaktive. Pastaj kur fillojnë kolokviumet e para apo provimi i parë, atëherë fillojnë më ndahen, sikur me site ndahen studentët të cilët vazhdojnë më tutje dhe studentët të cilët stagnojnë apo mbeten aty. Por pjesa më e madhe e studentëve aktivitetin më të madh e tregojnë gjithmonë në provim, sepse aty duan që ta dëshmojnë veten. Ajo është nota prej të cilës varet, por thash edhe në pjesën e kolokviumeve, në lëndët që kanë, sepse jo të gjitha lëndët i kanë në kolokviumet dhe sepse ka lëndë për shembull që kanë më shumë detyra, më shumë testime brenda vitit, angazhime të ndryshme dhe në fund rregullësia, aktiviteti, detyrat, projektet dhe provimi në fund rrumbullaksohet dhe merret nota. Prandaj them që po më së shumti i përkushtohen provimeve. Domethënë në periudhën e provimeve atëherë i shef studentët janë më aktiv, janë më të rregullt, atëherë të gjithë vinë. Po ndodh shpesh që studentët ta lënë përgatitjen për momentin e fundit dhe si ndikon kjo tek rezultatet e tyre? Po, kemi edhe shumë studentë të tillë që e lënë ditën e fundit, madje edhe orën e fundit, ose kur i pyet për shembull sa ke mësuar, thotë 2-3 orë ose tash para pak, ose ka edhe studentë të këtill që janë të papërgjegjshëm. Thash dallon qasja e ne profesorëve. Numri më i madh i profesorëve tash që janë profesorë më të rinj, nuk janë të kohës ata të cilët kanë qenë të kohës së komunizmit apo profesorët që i kanë pasur unë. Në atë kohë nuk interesonte profesorit a ke mësuar, a ke pasur kohë, a ke qenë i semur apo diçka tjetër, domethënë ishin shumë më parimor. Ne tani jemi shumë tolerant dhe shumica e profesorëve madje edhe u lejojmë. Në rregull, nuk e pasur mundësi, hajde në afatin tjetër ose hajde pas një jave. Gjë që thash i ka bërë studentët edhe më shumë që të përkëdhelen, por mendoj se ne duhet të përshtatemi pak edhe me kohën. Nuk mund ta mbajmë ato raporte që kemi pasur ne me profesorët tanë, nuk mund t'i mbajmë në kohën e sotme, sepse ajo bën që të kenë një rezistencë studentët ndaj nesh, të largohen, të ftohen dhe ne duhet të gjejmë mënyra se si t'i motivojmë. Fundit, në rregull, studenti ka qenë i papërgjegjshëm, nuk ka mësuar në afatin që është dashur, por që ne mundemi për shembull të mundsojmë fundit që edhe një javë po ta shtoj, po vetëm mëso edhe të kesh diçka rezultate pak më të mira, se për një javë sa mund të arrihet rezultati dihet ajo, megjithatë të paktën të jetë diçka që është origjinale dhe jo pastaj të bëhet jo me të lutur, jo ku ta di, domethënë në forma të tjera që nuk janë të hishme.
Po cila periudhë ishte më e mirë? Periudha që ishit ju apo që e keni ju sot raportin me në? Nëse pyesim nga këndvështrimi si profesor, në kohën kur isha unë studente, të ishe profesor ishte nder shumë i madh, ishte autoritet shumë i madh, kishe parime, mbaje kritere dhe askush nuk guxonte të thotë asgjë. Në kohën e sotme është më smiri të jesh student, për shkak të thash të gjitha këto privilegjeve që i gëzojnë, të drejtat që i gëzojnë studentët e sotëm, pastaj edhe mundësia që i kemi. Në kohën kur isha unë studente kishim provime vetëm në fund të vitit, domethënë gjithë vitin ndiq një ligjerata. Ato kolokviume që i kishim ne, ato llogariteshin vetëm si vizë, plus minus a ke të drejtë të hysh në provim apo jo, dhe nuk merrej parasysh rezultati i kolokviumeve për notën që do ta marrësh, dhe imagjino ti vetëm në fund të vitit në qershor ty të grumbulloheshin 14 provime, se i kishim të gjitha lëndët, për shembull 6-7 provime sa i kishim që të gjitha edhe me shkrim, edhe me gojë, edhe nota të veçanta për secilën na vihej në indeks, dhe çdo ditë qëllonte që të kemi ose ndonjëherë edhe 2 provime në ditë të kemi provime, kurse tash lënda është e ndarë në semestrale, pastaj plus ajo lëndë është e ndarë në 2 kolokviume, mundësi ke sa të duhesh, domethënë gjithçka është thjeshtuar dhe është lehtësuar, dhe prandaj them që sot të jesh student dhe të kesh një mesatare 10.00 është diçka shumë normale. Kurse në kohën tonë, nëse kishe një mesatare mbi 9 edhe diçka, do me thënë ke që një super student, një student i cili nuk e ndar fare nga libri, dhe prandaj dallon shumë diçka. Po sot po mësohet më shumë për dia apo për nota? Fatkeqësisht, pjesa më e madhe e njerëzve mësojnë vetëm për nota. Për dije, ajo fillon që në shkolla fillore, do me thënë që në shkollë fillore ashtu prindërit e sotëm e kanë fajin kryesor, sepse ata gjithmonë insistojnë në nota të larta, gjithmonë insistojnë që secila fëmijë patjetër të gjithë me 5. U bëjnë presion mësimdhënësve, mësuesve, që patjetër fëmijës tim t'i vësh 5, edhe nëse meriton edhe se nuk meriton. Pastaj ajo vazhdon kjo formë vazhdon edhe në shkollë 9 vjeçare. E njëjta pastaj vazhdon edhe në shkollë të mesme. Dhe kur vinë pasaj studentët janë mësuar me ato 5-at, edhe në momentin e parë që ti bie prej provimi ose merr një notë 6, me njëherë dëshpërohen, me njëherë demoralizohen, dhe duhet jemi ne ata, profesorët duhet jemi ata të cilët i qetësojmë, i motivojmë, mos u mërzitse, nuk e di. Domethënë janë ende të papjekur në këtë aspekt, dhe kjo është ajo që nuk e mendojnë se dia është ajo që mbetet për gjithmonë. Nota është vetëm thjesht një numër, e cila mund të ndihmojë mbase për të marrë ndonjë bursë apo jo, apo edhe për të treguar përpara njerëzve se ja çfarë mesatare kam unë, por nëse krahasojmë vërtet dijen e dikushme që ka pasur mesatare më të ulët studentët e asaj kohe, dallon shumë prej kohës së tashme. Tani për momentin ne kemi një rini, si them edhe në përgjithësi flas edhe shkolla fillore dhe të mesme, edhe fakultet, me nota shumë të larta, por me dije shumë më të ulët se sa që kanë qenë dikur. Gjendshmëri kanë, për gjëra të tjera janë shumë të zotit, kanë informata edhe për gjëra të tjera që nuk kanë të bëjnë me njohjet shkencore, por domethënë dije të thelluar dhe seriozitet në punë është shumë pak, domethënë ka rënë dukshëm ajo. Po, a ju drejtohen studentët shpesh për këshilla para provimeve dhe cilat janë pyetjet që ju bëjnë më së shumti? Po ne gjithmonë bëjmë orë para përgatitore para provimeve, ose edhe gjatë secilës ligjerat, për shembull gjatë secilës njësi mosimore, unë bëj me dije për shembull studentëve që të keni kujdes në provim, këto janë ato gjërat më të rëndësishme, këtyre t'u kushtoni më shumë vëmendje, më shumë rëndësi gjatë të mësuarit, por tani ka pyetje të ndryshme, po ajo që është pyetje më e zakonshme dhe jo më e pahishme që e parashtrojnë studentët është profesoresh cilat pyetje apo cilat mësime janë më të rëndësishme, cilat i mësojmë. Përderisa ne trajtojmë një semestër të tërë për një lëndë apo madje edhe 2 semestra për një lëndë, dihet që secila njësi mësimore është e rëndësishme, se prandaj edhe ne i kemi përzgjedhur. Ja për shembull historinë e gjuhës të cilën e mbaj unë, ajo është lëndë e cila ka literaturë më shumë se 40-50 libra. Dhe tani unë të mos ju jap të gjitha ato 40-50 libra që ti lexojnë, se kush i lexon, unë kam bërë përzgjedhje për gjitha atyre librave të materialeve dhe kam dhënë
studentëve që kjo është ajo që duhet ta mësoni dhe tani akoma edhe për asaj duan që të thjeshtojnë. Kjo është arsyeja se thash nuk kanë kohë duke bërë jetë tjetër jashtë jetë luksoze, qejfet e tyre, shumë pak i kushtojnë rëndësi të mësuarit. Këshilla ime më së shpeshti është që u them kështu, në këto 4 vite apo 5 vite varet sa jeni student, përkushtohuni më shumë në dije se sa në qejfe tjera, sepse gjatë gjithë jetës ju keni mundësi që të bëni qejfe të tjera, kurse profesorët më nuk do t'i keni dhe mosha juaj më do të ndryshojë. Dhe pasi të hyni në vende të punës, është më vështirë të këshilloj dhe ty të vjen më rënd nëse të këshillon apo të kritikon madje ndonjë koleg i punës që është më në moshë, sesa që derisa je këtu në bankat e fakultetit të këshillojnë profesorët, je një student dhe është shumë normale që të marrish këshilla apo edhe vërejtje dhe nëse këtë bazë e ke shumë të shëndosh, atëherë mund edhe ta vazhdosh edhe ta ndërtojsh, edhe ta mbi ndërtojsh në të ardhmen. Unë zakonisht këtë e krahasoj me një ndërtesë, them nëse një ndërtesë ka themelet shumë të shëndosha, edhe komplet atë bazamentin, atë shtyllat i ka shumë të shëndosha, atëherë ti mund ta zgjerojsh, ta bësh edhe me mermer edhe madje edhe me arta ta zbukurojsh, ta suvatojsh. Kurse nëse është një ndërtesë me themele shumë të pashëndosha, të dobta, ti atëherë çkado që ti vësh ajo nuk mban më dhe shembet. Prandaj them që gjithmonë duhet të kenë kujdes. Tani thash, kemi gjenerata të ndryshme, kemi disa gjenerata që janë më të interesuar, kemi disa janë më të pa interesuar, po secili e bën për veten e vet. A vëreni dallim në performancën e studentëve që marrin pjesë aktive në ligjërata dhe atyre që fokusohen vetëm te materiali i shkruar? Po, ka shumë dallim. Arsyeja pse librin ti për shembull u jep studentëve që ta mësojnë apo edhe literatura nëse janë 3, 4, 5 apo 10 libra sa që të jenë. Megjithatë, ne profesorët mësimdhënës jemi ata të cilët e përtypim gati, domethënë e zbërthejmë atë që është më e rëndësishme dhe mënyrën se si duhet të shihet apo të kapet një diçka. Se jo të gjithë studentët janë në gjendje që nga libri që të lexojnë të nxjerrin atë që është e rëndësishme dhe apo edhe qasjen se si duhet një teme të caktuar apo një trajtese ti vihen. Prandaj dallojnë studentët të cilët janë të rregullt, dëgjojnë secilin profesor, dëgjojnë secilin ligjërat, i dinë të gjitha vërejtjet edhe sugjerimet edhe këshillat që i kanë dhënë profesorët. Ata kur hynë në provim më dinë edhe mënyrën se si të përgjigjen, kurse studentët të cilët vinë vetëm momentin e fundit apo i marrin materialet e gatshme prej studentëve të tjerë, ata ka raste bile fatkeqësisht që edhe kur e thon ndonjë fjalë e lexojnë hiç pa lidhje, sepse s'kan mund t'i lexojnë shkronjat apo fjalët e dikujt tjetër dhe domethënë thon fjali të palogjikshme. Edhe unë them, po këtë a e kupton ti këtë që je duke e folur tani? Po se di kështu e gjeta, kështu ma dhan shokët apo shoqet. Atë nuk ta kanë dhënë ashtu, por nuk e mundur ta lexosh, ta zëm një A, një E, një R apo një diçka tjetër, apo thjesht kur e ndryshon një fjalë apo nuk e ke kuptimin apo thjesht nuk e din çka të lexojsh nxjerr shënime të tjera, domethënë ajo me automatizëm ndikon edhe në notë, po pastaj edhe në përgatitjen e tij edhe profesionale edhe në kulturën e përgjithshme. Pastaj bëhet që pikërisht ai student edhe ai në fund do të marrë diplom, pavarësisht a ka 6 apo pavarësisht a ka 10, edhe ai do të hyjë të punsohet në mësimdhënie, do të bëhet një arsimtar i ardhshëm dhe nëse ai vet ka njohuri të cunguara, të gjymtuara, nuk është në gjendje që të përcjell apo të ketë ai të krijojë të prodhojë gjenerata të shëndosha. Po cila është këshilla juaj më e vlefshme për studentët, bazuar në të gjithë përvojën tuaj me gjenerata të ndryshme? Si gjithmonë do ta përsëris këtë këshill, që edhe përmenda pak më lart, që të përpiqen të mësojnë për dije, të mësojnë për ta zbardhur fytyrën e vet dhe fytyrën e familjes së vet, mbi të gjitha dhe të kombit, sepse nëse një njeri është i përgatitur për veten e vet, gjithmonë është ball ngritur, ball lart, nuk turprohet nga çdo sfidë dhe nuk friksohet nga çdo sfidë që të jetë, kudo që të hyjë në punë, qoftë ajo në arsim fillor të mesëm, në media, në institucione, në universitet, kudo që të jetë, ai do të jetë në gjendje që t'i dalë ballë çdo sfide, të përgjigjet në çdo formë, të jetë në gjendje të krijoj mendimet e veta, të flas vetë, sepse kemi njerëz të tillë që
marrin diploma, po që t'i parashtrosh një pyetje, një fjali të thjesht nuk janë në gjendje ta thonë, patjetër duhet ta lexojnë në libër apo patjetër duhet ta kopjojnë nga dikush edhe për ta thënë fjalë për fjalë, thjesht nuk janë në gjendje të formulojnë mendimet e veta, prandaj them për të mirën tuaj, mos shikoni numrat, megjithatë unë besoj që asë kërkundi, nëse ti e student shumë i mirë që përgatitesh për veten tënde, unë jam e bindur 100% që asë një profesor ti nuk ta han hakun, bile ta ven notën 10, dhe jo vetëm 10, po 10 me yll, 10 me zemër, ne mezi presim të kemi studenta atil, dhe me njëherë ja aktivizojmë, i ndalojmë, i mbajmë si demonstrator, apo edhe aktivizojmë edhe në angazhime të tjera, në aktivitetet të ndryshme poetike, apo si çka do qofshin ato. Prandaj them se për të mirën e tyre, për të mirën e familjes dhe për të mirën e shoqërisë, është që të mësojnë të thellohen në studime, në dije, në njohuri dhe të kenë një kulturë të përgjithshme, por edhe të kenë një sjellje. Nëse një njeri ka shumë dije, por nuk ka mirësjellje, nuk ka njerëzillëk që themi ne, atëherë nuk ajo shumëzohet sikur me zero dhe faktikisht gjithë dija e tij bie poshtë, duhet të gëshetohet edukata e përgjithshme, kultura, njerëzillëku dhe dija profesionale dhe të bëhet një njeri i kompletuar. Kryesisht faleminderit shumë për kohën dhe për këshillat që dha. Me ndërqofshit ishte kënaqësi edhe për mua. Stresi gjatë periudhës së provimeve mbetet një nga sfidat më të mëdha për studentët. Këto ishin disa nga vlerësimet dhe këshillat lidhur me periudhën e kollokviumeve për studentët. Xhanan? Por, Abibet, faleminderit shumë, ishte një bisedë shumë e këndshme dhe kishte mesazhe shumë të drejtë për drejta dhe koncize nga profesoreshat. Faleminderit shumë për këtë bisedë.